njerëzit tani duan të dinë nëse kanë ndonjë simptom të dukshme, të dallueshme, apo të zakonshme, apo të jashtëzakonshme që na çon tek mungesa e selenit, që më pas të merren masat për ta zvendosur atë, qoftë përmes ushqimeve, qoftë përmes suplementimit. Atëre, të gjitha mineralet japin pothuajse shenja të barabarta në mangësi. Pra shenjat që japin në organizmin ton kanë një ndjeshmëri pothuajse të njëjtë. Por te seleni unë do jap disa gjëra ndoshta pak më të veçanta, mos jap gjëra të përgjithshme. Kur një person ka një ndjeshmëri ndaj tymit të duhanit. Pra edhe nëse e pi dhe nëse nuk e pi, po edhe ku nuk e pi kryesisht, kur ka një ndjeshmëri ndaj tymit të duhanit, tregon që mund të ketë mungesë të selenit. Kur nuk përballon konsumin e alkoolit, pra dehet shpejt dhe ka një turbullim. Kur kalon një infeksion viral, pra një temperaturë, një grip, një virus të stinës, në momentin që rikuperimi është shumë i ngadaltë dhe do një kohë shumë të gjatë sistemi imunitar, një nga arsyet është që mungon seleni. Kur inflamacioni është kronik i përhershëm, kur analizat të dalin mirë, të del ferritina mirë, të del vitamina D mirë, magnezi mirë, dhe ti thua si ka mundësi që imuniteti im është i dobët, një nga arsyet është mangësia e selenit. Nga ana tjetër, te flokët është vënë re, kur rritja e flokëve ndalon. Kur rritja e flokëve jo vetëm ndalon, por kemi dhe rrallim të flokëve, se kemi dhe nga minerali zinku dhe të tjerë, por kur ndalon, që është baza kryesore, kur humbet shkëlqimi i tyre, kur deformohet floku dhe fillon kemi një çarje të brendshëm të flokut, pra të fijes, atëre një nga arsyet kryesore është seleni. Nga ana tjetër, kur kemi një stres të prershëm, që do të thotë, nuk përballojmë dot një stresin më të lehtë në punë, acarohemi. Për them, kur kemi një punë fizike apo mendore, dhe ne nuk e rikuperojmë shpejt këtë stres, dhe na sill dhe probleme më pas, pra ashpërsim, kjo tregon që ne kemi mangësi të selenit. Nga ana tjetër do shikojmë problemet me fertilitetin. Në qoftë se meshkujt nuk kanë, pra pas një marrëdhënie intime, janë shumë të dobësuar, me zor e kryen, kanë probleme gjatë kësaj kohe, kanë një ndjesi lodhje shumë të madhe, edhe pse kanë putuar, kjo tregon që kanë mangësi të selenit. Nga ana tjetër, kur ju keni kryer 7-8 orë gjumë, kur ju keni bërë një jetë normale, dhe shikoni që edhe pas pushimit keni të njëjtën lodhje, një nga mangësit mund të jetë edhe seleni. Dëmtim, ku kemi dhimbje muskulare, se kjo ndodhet për shumë minerale, por midis tirave është dhe kjo, nga ana tjetër do themi, nuk je i sëmur, por nuk je as mirë. Kur nuk je i sëmur dhe nuk je as mirë, një nga arsyet do jetë pikërisht do jetë kjo. Pa këto po themi disa nga 2-3 të parat ishin të veçanta, pra tymi duhanit, apo deja shpejt, po ndoshta nuk duhet të ngatrohen me shenjat të tjera që të arrim në konkluzionin përfundimtar të mungesës së selenit. A ka persona që mund të jenë më shumë të rrezikuar se sa disa të tjerë nga mungesa e selenit? Po, duhanpirësit janë numri 1. Kanë mangësi të jashtëzakonshme. Duhanpirësit largojnë dhe vitaminën C, largojnë disa nga mineralet, por një nga element kryesor që eliminojnë shumë është seleni. Personat që pinë alkool, personat janë të moshuar, ata që kanë problemin me sëmundjen çeliatik, pra që kanë problem intolerancë ndaj glutenit, personat që kanë mëlçinë e dhjamosur, sepse vetë në mëlçi thamë prodhohet selenoproteina P, që prodhon mëlçia për transportimin e tij në tutje, dhe personat që kanë këtë e kanë mangësi këtë lloj proteine. Personat që kanë probleme me gastritin, që pinë omeprazol apo barna, të cilët duan të ulin aciditetin e stomakut, apo që kanë ndërhyrje edhe në stomak për bërë ndërhyrje të stomakut, për ta zvogëluar. Për personat që kanë probleme të larta të sindromave metabolike, duke filluar që nga diabeti apo obeziteti. Ka janë personat të cilët mundet të kenë probleme në përthithjen e selenit dhe mund ta kenë mangut selenin, personat që vuajnë nga Hashimoto dhe nga problemet e tiroidës.